if you wanted to, let's say you're loving me too. You bring the light to my darkest side, babe. That day. Përshëndetje. Kemi dy emisione që si jemi sinkron, përshëndetje mi mbrëma. Po çonci ka kjo, rëndësi ka që s'marrim njëri tjetrin sysh. Aq më tepër. Mirë se erdhët, edhe jemi në një të shtunë mbrëma, ora është 20, jemi punktual të paktën me nisën e Art Attack-ut. Yes, of course. Jemi të lumtur, po jemi bërë të bukur, po jemi veshur lezetshëm, po Roza ka kaçurela, më jep këtë, më jep atë. Kaçurela më të këndova Jo, këngën e nuk t'jap vdes. asgjë. Je bërë shumë simpatike sot, komplimenta. Faleminderit Ermal, ç'a do tani lek? Asgjë, thjesht të vazhdojmë rrugtimin për të takuar vajzën. Tani po që për lek tha, Tani po deshe. Pa që dhënë që thonë asaj. po si je moj? Mirë, faleminderit. Jam ka bërë Ornela të bukur me këto kaçurrelat. Nuk e di, mua duket i çik vetja e çuditshme, po edhe po m'pëlqen. Bëra mirë që i ndryshova flokët. Duhet ndryshimi, duhet, kështu që me që i përmendë vajzat që në nisje i përshëndesim gjithë vajzat e djemt, Jakopo që për Halloween na hapi me silikon balli, na bëri. Vëmendje të rretikuar. I përshëndesim fort, por përshëndetja më e madhe shkon për Gendin që është në krye të GoPros, për kush është ky djalis? Si? Gleni. Gleni kjo e bëri qëllimisht, unë e bëra enkas. Ndalon kështu gosht dhe unë përfundoj me turit e ngjitura te GoPro-ja kështu. Që kur kemi Glenin kemi këtë motivimin e tmerrshëm në ekran se na bombardon me hip-hop. Donjëherë djeg edhe volumin, po unë s'kam ç'të bëj. Po, përpara se të vijë të rek kamera, ne jemi këtu me hip-hop, unë jam këtu. Ne jemi këtu të gjithë. Pastaj thot Genti 3, 2, 1, ka motor. Miq të Art Attack. Sa më pëlqeu, Kim Postimio do të thot, ec tani dhe flasim për historinë. Hajde, ç'a bëhet sot? Jo, sot nuk bëhet asnjë gjë, se dua të ndalem pak te historia e fundit që është komentuar shumë në YouTube. Ajo marrëdhënia pak e çuditshme, ai tipi i asaj vajze që ty ta argëtoi. Art Attack-u që pat ju në transmetim ishte shumë bukur në dallim me Art Attack-u që ne xhiruan. Se mu më kishe prerë sa fjalë atje në montazh. Edhe kur e kam parë isha duke ngrënë dhe isha kështu me gojën plotë dhe normal peci që më ka prerë fjalët. Jo, nuk është e vërtet. Unë thashë të thoj diçka tjetër, po më mirë që e bërë shumë diplomate dhe solle këndvështrimin në një tjetër pikë. Ti e di çfarë po them unë tani me këtë shikim. Sepse të lexoj mendjen. I përshëndesim shumë çiftin dhe urojmë që me vërtet fejohen e të kalojnë bukur. Të jenë forever and ever gjithmonë bashk. Edhe pas një historie për mamin, pas një historie për zyshën, pas një historie për dashurinë, rikthehemi në fillimet tona të marrëdhënia e shoqërisë, që unë dhe Roza her pas here theksojmë që kanë veçantinë e tyre sepse janë marrëdhënie jete. Ti ke një mik të veçantë, unë kam po ashtu. Kemi marrëdhënie të ngushtë midis dy shoqeve. Dhe kjo është e bukura e Art Attack, që ka risi, nuk është se kalojmë në përsëritjet puntatave. Gjithmonë nga një puntat në tjetrën do keni një histori të veçantë në Art Attack. E vetme histori që na ka munguar në 2 vjet transmetim dhe që nuk është në dorën time, pavarësisht se kërkesa është e hapur, është për ndonjë antar të komunitetit LGBT. Pavarësisht se ndonjëherë e kam bërë status në Facebook dhe kam parë mbi 50-60 komente që janë kundër, unë besoj që edhe njerëzit LGBT-s kanë hapësirën e tyre, nëse duan mund të na shkruajnë. Kjo ishte një deklaratë nga Ermal Peci për çdo që do të marrë pjesë në Art Attack. Okej, ti nuk je për një protagonist LGBT-s? Se jo. Unë besoj që do të na duhesh. Dashuria është nuk ka gjinim. Gjuhe, gjinie, feje, kraine, ideje nuk ka rëndësi fare për mendimin tim. Shaka waka, Art Attack. Dhe pasi kemi udhëtuar nga agoni për te piramida. Nuk është se kishim ndonjë trafik të tmerrshëm, kështu që mund të themi nuk është se na kanë dalë thinjat. Kemi ardhur shëndoshë gjallë e mirë dhe të qetë në bazë. Nuk mund xhironim aty ku kishim lënë se po kalon një delegacion, po punë e madhe, ne jemi delegacioni më i rëndësishëm që vjen në Shqipëri. Okej, hello, një ditë e bukur me diell, këtu në Art Attack. Kush Ermali? Ermal më bëre merak. Jo, e di se doli Roza në botën e vet dhe thash okay, po e lë, po e ndjeve mungesën time, faleminderit. Edhe thash kush Ermali, u ktheva mbrapa se isha duke bërë një prezantim bombastik, fantastik, Mr. Lova. Hello. Koha u hap. Unë kisha frikë se sot do të xhironim me shit, paktën kështu thonin programet në celular të motit, po jo, jemi mirë. Jo, në fund, këto janë shenja që po vjen pranvera, se shifi këto lule dele të vogla, kanë çelur. Edhe fëmijëria jon që shkonte duke i mbledhur, ë. Edhe që i shkonin njëra me tjetrën. Edhe një nga këmbana e paqes. Ku është Bora? Ja, ku është një gjë e bardhë që ndriçon. Mirë, si jeti? Si je?
Hajde ratoni Hajde. pak edhe ecim në Tiranë. Mirë se na Ecim erdhe. një xhiro. Se ju gjeta, Më duke shumë solare. Kështu je si tip? jam gjithmonë. Kështu gjithmonë, ë? Po. Po kur je ndonjëherë pak si e mërzitur, bëhen merak të tjerë. Qa ke, Po, Bora, qa ka Gjithmonë ndodhur? qetësohen, O zot! se jam happy. Happy. Gjithmonë. Bora, qa bën jetë? Me qa merresh? Studia për infirmeri, vitit dytë. Infirmeri. Kështu Ka- mamati çik pulsin si jemi kështu. Po 3 zemra shumë sot, A thua? nga që i me mua. Me siguri është efekti Bora. Efekti Bora do ndihet në fund të transmetimet kur ti të surprizosh dhe shoqin, atëherë do jetë pulsi, të lutem shumë. Tjerë do jetë hajt. Qa bën në kohë të lirë, si ja kalon? Në kohë të lirë dal me shoqet, lexoj libra, dëgjoj muzikë. Lexon libra, qa libri ke lexuar librin e fundit? Libri i fundit, faktikisht është Katedrali e Parisit, po jo në shqip anglisht. Në anglisht, okej, për t'i bërë një refresh. Nuk e di pse English Roza u language. bë kaq zyrtare tani, hyri në intervistat standarde, koha e lirë, po ç'bën në kohën e lirë. Unë dua të vim prapë me këmbë në tokë. Çdo ti na ardh atak herë. Po pra, Sepse dua të surprizoj shoqen time të ngushtë, mikën time më të mirë. Që kur e pash Heart Attack për herë të parë, mendova, wow, një super mendim për t'i bërë një surprizë erës, shoqes sime së ngushtë. kur e pe për herë të parë Heart Attack-un? Kur doli në fillim fare. Në fillim Yes, fare? Po. Ulala. Vjet dëshirë që e mban me veten në shtëpi, do shkoj. Dhe ka Edhe më në fund më plotësua dëshira. dhe ka 2 vjet që pret në radhë për të bërë pjesë e Heart Po, Attack-ut. se më erdhi mesazhi, po e rilexoja, edhe s'po më besoj. E di se unë me Rozën jemi në një punë të përditshme dhe na është bërë shtëpia jonë e dytë. Po, sa e çuditshme do të jetë kjo ndjesia që ti merr përgjigje, apo? Ishte kështu? Po, normale. Nuk po më besoj. Thash, wow, më kthejmë përgjigje më në fund. Bora. Mirë se erdhe në shtëpinë tonë, presim Rozën. Bum, shaka waka erdhëm neve. Bora, ne duhet fiksohemi pak nga emri jot që mund të jesh i ftohtë. Jo, e kemi rrezuar Emrin e këtë. kam krejt të kundërt, se unë jam shumë tipi i qetë, i mirë, i qeshur. Tani gjitha të mirat. Sa ta punë emrin Bora? Ka një Emrin e kam Malbora zgjatë. Bora! Mos van ka të bëj që kur ke lindur? Kam lindur në qytetin e Kuksit. Babi ma ka Muaj. vënë në gusht. Edhe Gjitha s'ka në lidhje fare. gusht. Je Luanin gjëti apo Po, Bigjeresha? Luani Që jam. kemi bashkë dy Luana në makinë. Mos! U barazuam se High jemi five. Nga shpirtim doli. dy Luan me dy binjak. Përpara se të nizej kamera kur ishim jashtë të pyeti Ermali, sa si të dukemi ne, na shohësh me sytë e tu dhe si dukemi nga Ekrane. ekrani. Tani pyetja konkrete me kamera rek është si të duket ti jesh pjesë e Heart Attack-ut, ti jesh tu brenda makinë. Këtë pyetje ne ja bëjmë të gjithë protagonistëve, kështu që është edhe radha jote. Po. Është shumë emocionuese, edhe shumë bukur. Ndjem si shtëpinë time, shumë këndshëm. Me vërtet se s'na solle ndonjë komposto. Si vjen të çduar bosh? I kam në çantë. Ku është nice, çanta? kjo është Stop përgjigje. xhirimet. High Jepi five. high five Rozës. Kjo është përgjigje. Jo. Kjo ishte përgjigje. Atëherë kërkojmë çanta, është në makina tjetër Po, apo? është në makinën tjetër. Është në Mos. makina tjetër. Mund të japësh një indikacion çfarë është, në një çokoladë apo? Jo, e kam sekret. Okej. Tash një surprizë. Okej, më pëlqen. Kthe jam nga Kuksi. Po. Je rritur në Ke Tiranë, lindur në besoj? Po, jam rritur në Tiranë. Je Luani si puna ime. Po, Luan jam. Dhe me sa duket për Luan ka qenë dashuri me këtë program që vjet të. Po. Si të zhdukur nga vjet në këtë vit historit, kush ka goditur më shumë? Për cilin histori ti ke qarë? Duaj një farcolete, Ermal, Roza, ç'më bët? Në fakt më kanë pëlqyer të gjitha historitë. Po tani mos gënjej kohën se film prita, kamerën. Ermal, Po lëre pse ta thot ta e thon mbarosh. gjithmonë kështu? Më lërë të vetë mirë një herë. Po pra, Edhe historia që më ka pëlqyer më shumë është surpriza që i ka bërë vllajt, motra, që ishte në një fush futbolli, më duket. Jonida me Pationin. Jonida ka që i pëlqyer mban mend shumë. edhe emrat, po edhe unë i mbaja mend emrat si kam friend Facebook. Jonida me Pationin. Jonida me Fationin, ka qenë me vërtet shumë surprizuese dhe unë aty kam qarë shumë. Po, edhe unë kam qarë, faktikisht. Po, e mbaj mend. Tani nëse jemi dy Luana në makinë, Mos. dy Luener, si thuhet shumës. Armani. Rozën do e bësh për vete me një gjë që unë të pash te gishti. Me tatuazhin infinitin që e kemi të njëjtë me erën, simbolizon shoqën tënde. shoqërinë tonë. Kur e keni bërë tatuazhin për herë të E parë? kemi bërë vjet. Mhm. Ishte një ide spontane. Po sikur të bëj një tatuazh që të simbolizoj shoqërinë tonë, ishim rrugës Durrësit. Okej, e bëjmë. Edhe shkam direkt aty. Aty te Niku. Po, pa menduar fare. Po që për ABC tatuazhesh urdhro se ka një fjalor më vete. Për të bërë një tatuazh, se kam këtë njëri që ma ka shpjeguar gjithmonë, përveç një zgjohem në mëngjes dhe duhet bëj tatuazh, ka edhe një bindje, s'është kjo që tha Roza, ti mbase me erën, zihesh javën që vjen. Për shembull po e ke tatuazhin. Ku të ka bindur ty që kjo është shoqe për kokë, që është shoqe për jetë? Sepse në çdo moment tim të vështirë, Sa do e thoja, Ai më momentet ka- vështira. po ai më ka qendruar shumë pranë. Madje edhe kur jemi zënë,
përsëri e kemi lënë zënë këmbënjan, ku kemi pasur për shembull Një problem diçka? tjetër, edhe kemi vazhduar tamam. Më ka qëndruar si shoqe, më pas kur jemi qetësuar, themi, ua, po ne jemi zë me njëra tjetrën, më mirë mos flasim. Pyta majmi cikinatin tani. Tani ti Edhe flasim, sikur të flisja, do të thoja kështu. Tani që po thonim jashtë, çka ka të veçantë kjo historia jote ndallime historitë e tjera miqësore që kemi patur pafund këtu në Art Attack, ti the jemi shoqe që më shumë jemi zënë, jemi urryer se sa jemi dashur. Po, sepse në fillim nisi shoqëria jonë si një urrëtie. Erdhi në klasën tonë, edhe emrin gjatë e ka Pranvera. Unë kam mamin Zysh, edhe kishte në klasë një gocë me emrin Pranvera. Ishte dopsja e klasës, nuk më zonte fare, ishte më e keqe, edhe unë që thoja, e urrej këta, kjo është dopse, kjo është e keqe. Dopse, çfarë do të thotë dopse? Do thotë kur nuk mëson fare në klasë. Është Që dobët, je do të dobët. dobse mbase me Dobse. jargon pak. Ose katranjose. Se katranjose. Aha. Edhe unë e urreja. She was a thug. Dhe nga kjo vajza që më dështonte në orët e mësimit. Po janë çuara shumë të bukur ato, do na mbash me energji sot me telat e korrentit të tua që kanë flok. Ti dhe që u bën një shoqë e rëndësishme, keni dhe këto hyre familjare tipike si janë këto marrëdhëniet shqiptare, njihen nga familja jote. Familjet tona me familjen e erës, dalim shpesh për kafe dhe me mamat, me gjithë. Mama, sa më pëlqen me Që mama. ka realisht shoqëri forever Po. and ever and ever. Vjen një djalë në jetën tënde, turbullon pak ujrat, hormonet e tua. Ti që bën? Ja tregon erës të parën? Normale. Normale. Do japi momentin që do lejen jemi era, atë- pastaj do e puthi. Që do jem me të dëjsh ka era, ta puta po jo. Imagjino, mos. A do jem të Njëra i djarë që do vi moj në Ti që ke rrugën shumë e tuaj. varur me këtë shoqe. Jeni shumë të varur nga njëra tjetra. Shumë. Kjo nuk është gjë e mirë. Është shumë e mirë. Është e mirë, a? Aha. Ja për shumë mund të ndodhi në jetë që pa pritur një njeri të Më bëhet pëlqej kjo era kaq ta ishte puth, një- do të thënë mirë djem që vin jetën tuaj se ju që po sikur mund të ndani edhe një mashkull të dy apo s'bëhet fjalë. Jo, deri këtu jo. E mali guximshëm shumë me këtë pyetje. Kalojmë me pyetje roza guximshme. Kalojmë me pyetje guximshme nga ana ime. Po nëse për shembull shoqja jote e ngushtë ti do t'i dedikosh këtë Heart Attack, nuk është dakord me një njohje tënde, ndërkohë ti mund të pëlqej shumë ai djalë, po ajo nuk është dakord sa ashtu e ka kunjin. Ç'a bën ti? Ne do të koncedojmë mendimet me njëra tjetrën, dhe nëse mua më duket arsyeshme, era nuk ndërhyen sepse s'është nga këto tipa. Nuk është nga këto tipe. Jo. Bravo, që ka shoqë e mirë. Kush është Po. çmenduria e fundit që keni bërë bashkë ju Kjo dy më lexon shoqet? mendjen. Edhe një herë, stop, s'ka mundësi. Ishte si Vazhdo. çmendurit, tamam që këtë tatuazheve, sepse ishte mendimi i rastit. E bëjmë një tatuazh, ikim e bëjmë. E mbërsova aq shumë këtë muhabetin sa që unë s'po e besoj më që kjo marrëdhënie është kaq perfekte. Më thuaj ç'a urren te kjo femër. Qa urrej, ajo urren shokët edhe shoqet e mia, sepse më kam më shumë shoqëri. Edhe Se më këmë ngjan kjo goca mua. Me këtë jo, as me këtë jo, as me këtë jo. Edhe urren që unë të fus Facebook foto do si do kështu, domethënë unë them s'ka gjë, jemi natyrale. Jo, s'bëhet fjalë, skandal. Si do fotot ajo që të futën në Facebook? Do që t'jetë fotoja më e mirë, më perfektja që mund të ketë Poza dalë. më e bukur. Me Po. thënë shkrepe 1300 herë si Kim Kardashian që të postosh një. Fix. Ndërsa unë jam më shumë s'ka gjë është natyrale. Ne jemi aty them. Gjithsesi. Po kuptoj që ajo është kryesore në marrëdhënien tuaj, dominantja, dhe ti ai njeriu që zbutet gjithmonë, kështu ndodh? Po unë e zbuz gjithmonë. Është më kokëforta. Edhe më tekanjozja. Po të qeni të Si dhëna e pas. duron? Pse e ke shoqet ngushtë? Po lëre, a jemi në kohë, a anullojmë të Art-Attackun? Jo, never. Never. E kam britur për shumë kohë këtë moment. Po shohim video mesazhin, Po. gjithmonë na bën filma kur na vinë protagonistët, ka Po, ndonjë çrëndësi ka kjo? ftoje të vogël. Rëndësi ka që ne nuk e japim veten dhe kemi një qëndrim stoik si statujat olimpike. Dhe që s'kuptohet fare. Yes. Si këto statuet olimpike, unë do të shkoj tani nga Greqia atje në Akropolis në Vjen Tiranë. në një stenjish. Po, për të marrë borën. Gendi ka shkuar, ka parë situatën, jemi Për të gati marrë të marrim erën, borën, unë gjithmonë bëhem lamsh. E Ermali fitoj nga Roza. Shko Ermal, good luck my friend. Mirë, rastësi e bukur që personazhet tonë vinë tek Orange. Jemi pra 21 dhjetorit për të marrë një nga vajtë. Shëndetje, si jeni? Ju jeni? Ilda, Ty po të kërkoja, përshëndetje. Ju? Era Pranvera. Era pranvera s'jam për ty, pavarësisht se pranvera po vjen, mund të ulem unë? Si jeni vajza? Ju jeni studente, Studente, studioj për shkenca politike tek Fakulteti i Shkencave Sociale. që kemi njësoj, unë kam mbaruar, po të uroj shumë suksese. Ti që bën jetën tënde?
Edhe unë studioj shkenca politike. Me 2 politologe në tavolinë. Tani ne vim nga programi Ardha Tak. Ju e ndiqni besoj? Nagon Channel? Po, ndjekim. Ti e ndjek? Po. Ju pëlqen si emision? Jam unë më e mirë se sa Roza. Tani më thoni sa gjëra të mira për mua. E po, ti me qenë si e këtu. Për të mos vënë në siklet as me realizin operatorin ton, Genti regjizori. Një pedagoge, mund të bëjtu një surprizë për shembull? Jo, ku di unë se di. Një djalë që të simpatizon në shkollë, të ka ngacmuar këtë ditë. Jo. Po ti mbahesh si shoqja e pranverës? Po, normal. Se mund të jetë surpriza për pranverën. Pranvera po të jetë për ty për shembull. Se di se besoj. Nuk e beson. Ti ke një mashkullit në tënde shumë të rëndësishëm? Ka ardhur djali për ty? Jo. Një propozim live për shembull do ishte interesante. Nes na ka ndodhur që një djalë të shikon, të vëzhgon, të studion, tha ai. Na mërmenja, jo. Zyrtarisht themi që djali që të ka vëzhguar, të ka studiuar, ka ardhur te ne, ka ardhur fiks në vendin e dur, sepse për herë të parë në 2 vjet transmetim ne do lidhim një çift që nuk janë njohur. Shkojmë shohim një djalin se mund të jetë simpatik. Okej. Faleminderit, ty do të gjejmë djalin një herë tjetër. Ikem. Jo, do ikim vetëm bashk. Hajde. Faleminderit. Hajde me Michael Jacksonin në sfond. Jeni për mua. Pse mos jetë për ty për shembull? S'ma mërmenja. Po me thënë jemi ngatruar, po prisem mbas jam ngatruar unë. Mua më thanë një pranvera që studion për shkenca politike, që ka flokë të shkurtra si Rihanna njëri një kohë. Ç'kemi? Si e? Më lër pak vend. Hajde, futu në mes. Roza, ti the na ke ndjekur, kështu që Rozën e njeh. Si e? Era. Po. Ç'është një horoskopi? Luani. Kur e ke ditëlindjen? 16 gusht. Shiko, ti e di kur ka ditëlindje normali? Jo. Në 16 gusht. Nuk jam unë, më pyeti disa herë, je i sigurt normal që është për mua? I thash, po për ty, ke... Pse nuk e mendoje kur që do ishte për ty ky Art Attack? Jo, asnjë. Ti se ke idenë që është një djalë që është lodhur duke munduar të bjerë në sy? Jo, s'ma mërmenja. Je sigurt? Nuk e di. E di si është puna kur nuk ke sy për dikë, për shembull nuk e shikon një person që mund ta kesh poshtë hundës edhe nuk e vëre. Ndoshta se di. Era, deri në infinit, siç e thot dhe tatuazhi ynë. Kjo do të jetë shoqëria jonë, zemër. Vendosa të bëj një Heart Attack sepse je një nga personat më të rëndësishëm për mua. Më ke qëndruar pranë në çdo moment. Në momentet më të lumtura dhe ato më të vështira i kemi kaluar me sportivitet, siç themi ne. Gjerasin të falenderoj për gjithçka, për shoqërinë tënde, respektin që ke ndaj meje, dashurinë që ke ndaj meje dhe mbi të gjitha, faleminderit që ekziston. Dhe diçka të fundit, fotot tani e tuti do t'i fus unë Facebook këtë dua, dhe ato që je skandal nuk më intereson. Dhe diçka tjetër, shokët e mi dhe shoqet e mia mos i urre më, sepse e di që nuk të pëlqejnë as pak. Të puth fort domate dhe të dua shumë. Mua. Bora. Shmëndur. Po dridhi normal, po muskujt e fytyrës, po i dridhi fytyra. Nuk e pris se kurrë, dorën. Wow, është në tension komplet. Tatuazhin. E shoh një tatuazhin ta vërtetoj që nuk po na gënjen njëri. Shi si e dridhen duart. Pse është çmendur kjo vajzë? Ky është Art Attack, zemër. Të dridhesh, Shumë faleminderit. emocione. Shumë pa mas. Po pse jeti domatja e erës, se kuptuam. E borës, po shumë thret ajo domatja ime. Unë e kam Kjo do shumë i thotë që natë. unë do bie në dashuri me ty, s'un vdes mbaroj për domate. Unë urrej. Me vërtet, mos undra ime është që unë të hidhem në një pishinë me domate, ti dhe me palosi dhe të notoj kështu. I love it. Era, Bora ka bërë një video mesazh, ti vazhdon të dridhesh, më pëlqen pur si rajes tënde, është Heart Attack, siç e Shumë shijoje. emocionuar, që ka shumë emocionuar edhe prandaj e pëlqejmë këtë emisioneve, se ja kemi viktima të tilla. Ja kam kërkuar, lutem më bëj një Heart Attack, po kur s'ma merr të menjë. Sa herë që shoh Heart Attack-un, Bora, lutem një Heart Attack dua. Po s'ma merr të menjë. Dhe ky moment është magjik tani, ëh? Shumë. Po kjo është vetëm 1% e surprizës. Nuk ka filluar akoma loja, je gati? Gati. Po sikur ajo ta ke gjetur atë djalin që na mundohej të bëj surprizë djalin. Ma merr menjë. Të lidhim syt, se ti e di formulën. Po. Hajde. Domate do ikim? Ikem gati.
Është shumë, e di sa i emocionuar, sikur këtu është i ftohtë i madh. Edhe ti janë bërë që duar taku? Nuk është ftohtë, jo. Jo, nuk është. Po çfarë ndodh tani brenda te? Na shpjego pak të lutem. Se unë dhe Roza se kemi provuar kurrë të ndjesë. Se provuam dot kurrë Marta po me vende Që kur një. përprisja te kafja i thash shoqes tjetër, Ilës, më duket sikur kam flutra në stomak. Me vërtet? Po, E thash. kishe një parë? Po e kisha. Nuk e di pse e kisha. Kjo do të thotë me vërtet që ka lidhje kimike me borën. Bora dhe Era me lidhje kimike bashkë se shife si e Roza si parë. dyshuese e tmerrshme që është, i bën të so protagonistët, pse e qyshe tek tani u bind. Edhe ditëlindjet nuk i kemi të njëjtën datë, po një ditë para. Do se dim ne, të lutem shumë. 15 ajo, 16 ti. Ne kemi tjetër gjë, ta themi tani publikisht që ju keni një muaj e ca që jeni në konflikt të ashpër me njëra tjetrën për shkak të një djali, sepse ajo i tha Rozës ne flasim për çdo gjë dhe për meshkujt, dhe ti ke këmbgulur që ai nuk është djali i duhur për të. Pse ke këtë bindje? Jo, nuk është e vërtet. Pra Ermal. Jo, ideja është që ajo pëlqen një djalë dhe ti nuk je dakord me pëlqimin e asajt. Edhe përveç se i xhelozon për këtë djalin, tha, më xhelozon edhe për shoqet, siç ta tha edhe te video mesazhi. Për shoqet xhelozoj shumë, jam shumë xheloze, jam e Se je kështu? tmerrshme. Po mirë, do martohesh një ditë më çupo me këto mund që ke, kaq xheloze sa je. Do martohem, po kujdehet, do marr edhe borën me vete. Që deri tani do ngelesh beqare të rjetën, asnjë burr nga shtëpia s'pranon me shoqen në krevat. Shiko se jeni të dy 16 gushu që, you know. Kjo shoqja jote, i ra pak nga kina, po të video mesazhit ta tha hëmbë lebut që të lutem bëu më pak nevrike, jo kaq shumë posesive. E di, jam shumë, po do mundohem, po s'ja premtoj. E di kum ka rastisur mua një shoqe e tillë që ishte shumë posesive dhe xheloze kur unë takoja shoqe të tjera, thjesht u zhduka. Nuk i hapa më telefonin. Nuk i thash as qysh as tek, ja bëra të qartë herën e parë me të mirë. Ja bëra të qartë herën e dytë me të mirë, herën e tretë me të keqe, nuk doja t'ja bëja të qartë. Thjesht u zhduka. Kështu që kujdes motor. Mos u bëj kaq posesive se vjen puna, mund të zhduket bora dhe çfarë do bësh? Do presësh gishtin pastaj që keni tatuazhin e njëjt. Ti e ke menduar ndonjëherë që ky posesiviteti jot i tmerrshëm mund të jetë një shkak për ndarje këtë që po thot Roza? Po, e kam menduar shpesh herë. Bora, Po, bora nuk më le. Basa nuk lë se i ke ndetur afër në momente të vështira? Po gjithmonë, në çdo moment kam qenë të vështira, të bukura, edhe bora ka qenë për mua edhe unë kam qenë për aty. Nëse të ka marrë në telefon në darkë, ke qenë në shtëpi dhe të ka kërkuar ndihmë, veshur me vrap ke dalë në shtëpi? Po normal, po. Kur ka qenë era fundit që e ke bërë? Këtë e bëjmë pothuajse çdo ditë, era të lutem hajde këtu edhe unë jam aty, ose kur e kërkoj unë borë. Me siguri janë afër me lagje. Jeni afër ju? Jo dhe aq, po bëhet. Unë më i bora tani, se jemi mes miq. Si shkon ti bën tatuazh? Era, onë. Ua, era. Gjithë ngatroj. Si ka Jo, mundësi jo. që Mu më thrasin bora, edhe bora si thrasin era, për U që binde? Ashtu dhe. nuk e Koto di çka tani, ka po. bërë Vaki që Ermal Peçi të ngatroj emrat dhe jo unë, mos i ngatroj unë. Po miro era. Si shkon ti bën tatuazh? Për simbolikën një marrëdhënie që nesër mund mbaroj. Se bën tjetra mami siç ka bërë Roza, bën dikush emrin e gruas, po shoqën vendimi ishte shumë spontan, kështu na erdhi kështu natyrshëm. Po ecnim rrugës, pam një kështu studje tatuazh. Kishit kthyer ndonjë shok që Gemajster për shembull dhe that pastaj, "Ok, do bëjmë tatuazh njëri." Jo, po ishim Story of my life. duke qenë se je kaq shumë posesive. Sa ka qenë periudha pa erën? Shumë e shkurt. Ajo s'rrit dot pa mua. Kë vajzë ke eliminuar nga shoqëria e saj, ke thënë ajo s'bën për ty të kajnat, vetëm që ta shmangësh. Do i them me emra, po shumicën. Shumicën. Ti që ke FBI dhe jeta se duhet të ketë frikë. Nëse një ditë nuk të pëlqen mashkulli që bora do doj të zgjedhë të ketë në krah, ti mund të kesh pasur një përplasje më përpara me atë mashkull. Nuk e di. Jeta është e gjatë, si diet. Si, çfarë do bësh? Ti kaq posesive, do hash veten me dhëm? Për mashkullin s'besoj se do i thoja gjë. Nëse është zgjedhja e saj, është e saj. Po ajo na thanë që do t'i shkruaj erës, bora erës, që ta putho era. Edhe për të puthur ishte çik kështu marrëdhënie me leje. Po normal, për çdo gjë duhet marr leje.
thot? Po prap niveli testosteronit, estrogjenit është maksimum. Tani, nuk e di, ne thamë çka ka ky heart attack të veçantë nga heart attacket e tjerë që kemi patur, se ne kemi patur shumë puntata në këto 2 sezone me shoqe që surprizon shoqen, pafund kemi patur. Dhe e pyetëm Borën, ç'a është e veçantë e kësaj puntate sipas te? Ç'a keni të veçantë ju dy gocat që jeni pjesë e heart attack? Dhe tha jo, ne u kemi Jo, mos e thuaj çana, tha të shohim nëse janë njësoj. Nëse janë në frekuencë. Çka kemi të veçantë? Shoqëria jonë besoj është shumë e veçantë nga ato të tjerat, sepse lidhja jonë është shumë e ngushtë. Nuk e di ç'a mund të ketë thënë Bora. Bora tha, Dashuri dhe urrejtje. Dashuri dhe urrejtje. Ne urreshim shumë, tha, dhe pastaj u lidhëm shumë. Dhe është e vërtet kjo. Askush nuk të bëhet më mik se armiku që ke pasur dikur. është realisht. Unë them të lëm urrejtjen larg, të mbaj vetëm dashurinë se çfarë do të bëj ajo sot për ty. Ti ke ndonjë Ke ndonjë ide që mund të bëj ajo për ty? Ajo nuk është në vete, nuk e di ç'a mund të bëj për mua, nuk e di fare. Si dhe Justin Bieber për ty? Ndoshta. E pëlqen Justin Bieber? Po. Dikur edhe më shumë, tani më ka ikë çik fiksimi. Tani që është pjekur dhe është bërë më profesionist, tani nuk e pëlqen? E pëlqeje qumështar? Isha edhe më e vogël vetë, ndoshta. Maybe. Lodha duke pritur, ë? Jo, më jo, shkall. Okay. Bravo, tani kemi shkall për poshtë. Okej. Ashtu dhe. Ecëm. E shef sa bukur e bërë shpjegimin normal, ka bërë progres. Des ke prap shkall. Opa. Kush të tha? Shkall. Hajde. Okej. Okej, Hecë. ecim. Po sigur tha. Ura tuam, unë hoqa pelicën, tani jam komode, nuk e di sa komode je ti. Jam komode. Se ke dhe ti diçka për të hequr. Dhe është pjesa e syve. Nuk e di si do ta bëj zemra jote tani, po ne do na pëlqej shumë ky moment. E provojmë? Filloj të dridhet që tani. Po pra, ka që dridhet që në makinë. 1, 2, 3. Kush janë këto njerë? Na i shpjego nga e majta në të djathtë. Qa kanë veshur këto goca? Ajo është shoqja ime Tina. Këshuria ime Kati. Dhe zemra ime Jeta. Jemi me 3 zemra. Jeta është jeta jote apo ka emrin Jeta? Është motra Borës, është shoqja ime, ka emrin Jeta. Ato kanë marrë urdhër që përveç se kjo e mesit po përlotet dhe mirë bën, po kanë marrë urdhër mos flasin. Jo. Pse të marrë leje? Do janë emocionet e heart attack. Gjë e parë që duam të dim nga ty, ç'është kjo veshje tani se mua më duket sikur s'ka lidhje me emisionin. Ato dy janë fustanat të mi dhe të Borës, e kemi një lloj. Edhe atë, nuk e di është imi apo i Borës, po edhe atë e kemi një lloj. Janë të tot. Tani unë do shkoj pak nga pjesa ande. Fustanet tuaja. Njëri imi, njëri Borës. Ai nuk e di imi apo Borës, e kemi dy të njëjta. Çfarë ka në këtë zemër? Erushja ime, për mua jeni dyshja me shumë impulsivitet, harmoni, buzëqeshje dhe sinqeritet. Më ka pëlqyer gjithmonë fakti që të ju të dyja, ti dhe Bora, çdo hap që ndërmerr njëra reflektohet tek tjetra. Ju më lini pa fjalë me të vërtet. Ju dua shumë. Jo. Po prit se nuk ka mbaruar e dashur. Faleminderit, je brenda rolit. Ku jemi këtu? Ti kush je? Tina, shoqja e Eros dhe Borës. Shoqëritë e vërteta ekzistojnë. Rasti emocional është i juaj. Ju keni mposhtur çdo sfidë, keni qeshur e qartë së bashku. Më kujtohet kur isha në klasë vetëm duke qeshur. Kështu ju dua gjithmonë, buzgas. Po loton sy normal. Dhe? Jam motra e të dyjave. Motra e të dyjave? Po jepi një çket. Ju jeni qendra e vëmendjes për shumë persona, shembulli i shoqërisë së vërtet. Nga raporti juaj, tjera je pjesë e pandare e familjes sonë. Sa herë flitet për diçka, ndërhyn Bora dhe të fut në bisedat tona familjare. Jeni të bekuara me njëra tjetrën dhe unë që ju kam. Të lutem mund të vishte për t'afosh të treja si të duash. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind. Oh, give me love. My mind.
Ky Heart Attack është ka jo një personazh me lot, po kemi shumë veta me lot, vetëm unë s'po qaj. Për momentin, unë do qaj në mbyllje, gjithmonë. Si është ky moment? Shumë emocionues. Po dridhet Ermal. O kemi gabuar ne, që vështirë të kemi gabuar ne, po ne presim në këtë tjetër dhe nuk është janë këto vajza të rëndësishme për ty, për ju të dyja, të treja janë? Po, normal që janë të treja, po. Jeni një shoqëri e ngushtë të tëra. Jeni grupi juaj, grupi gocave, Mean Girls. Roza, ti pe një zemër aty që mund ta marrësh. Shef, si më kupton ky djalë, kemi arritur në nivelin merremi vesh pa fjalë. Okej. Vetëm zemrën apo dhe një gjë për zemrës? Çfarë ka këtu brenda? Ti mendon diçka? Çfarë mund të bëj? Okej, shkoja jote për ta hapur. Oh la la! Oh la la! Foto e ime. Kape. Këto janë kujtimet. Çfarë ka ndodhur në këtë foto? Pse ka zgjedhur këtë foto? Nga që është fotoja e fundit që kemi bërë bashk. Thrasim vajzën të vi? Po. Do ta thrasësh ti? Duhet ta thrasësh ti. Bora! Kjo është e jotja? Me lule të gjitha. Si ishin vajza? Vajza si ishin? Thuaj. Ka dhe një surprizë tjetër, me që erdhi mami, është edhe një shoqe mami që hajde le të vi. Që është i ditër surprizë. Ajo duhet të vishte fustanin me viza tjetër. Po nuk u vesh. Po qa, normal, po qa. Kush është kjo vajza? Përshëndetje, ju kush jeni? Jam shoqja e Erës, Borës, Tinës e të gjithave. Ardhur nga Italia, direkt sot në Tiranë, ajo prandaj është emocionuar se nuk e dinte. Me që Roza ju ka afër vajza diçka të fundit? Goca, çfarë do thoni njëra tjetrës? Është momenti, duhet xhiruar kjo, ta keni në YouTube derisa të plakeni. Nuk e di që të them, por më ka surprizuar shumë me këtë që ka bërë. I them që dua shumë edhe do mundohem të ndryshoj karakterin tim pak sa tek anjos, po s'ta premtoj gjithsesi. Bora, si ishte për ty? Edhe unë të dua shumë, edhe po s'ndryshove të dua kështu si je. Kam përshtypje prandaj duhet se janë të kundërta. Kam përshtypjen që për këtë misi kaq të madhe duhet një super duar trokitjo. Po! Bravo! Kjo ishte një super atmosferë Ermal. Gjitha ishte Heart Attack i veçantë, ishin gjithë to vajza bashk dhe shumë lot. Shumë emocione që jam i bindur që kanë ardhur dhe në ekranin e pafund shqiptarëve që na kanë ndjekur në këtë takim të së shtunës. Po, dhe unë uroj që të tilla emocione të kemi gjithmonë. Ndonse dihet kjo punë, po pe Heart Attack dihet që do të rrai zemra. Ashtu siç dihet tani që përveç se jemi post emocione të përlotur dhe pak ne, është momenti për të falendëruar disa miq, për ta nisur me ata që na mik pritën. Jemi në Sport Bar Daf Bar këtu në Tiranë. Më pëlqen jashtë shumë lokali veçantë, gjithgjitha më kujton Homer Simpson tërkohën, Daf Beer. Dhe ne do luajmë nga gjithë kohës bashkë, më shumë që ti do humbësh. Por do dalësh e dhëur me alkool, shumë i sigurt. Shiko se un kam fatin e fillestarit. Unë jam shumë i bindur. Faleminderit. Falenderojmë për lulet, lulet e bukura. Faleminderit Florissimo për lulet, Sensonico Albania për veshjen time. Gjithashtu dhe Class Collection, butiku Class Collection te rruga 21 dhjetori për Ball Oslos. Është koha që ju tani të përjetoni emocionet në shtëpinë tuaja, vajzat vazhdojnë të bëjnë revolucion këtu. Ne takohemi javën tjetër? Nuk di ç'të them, Ermal, duket se është momenti ta mbyllim, ndonse me zemër të thyer do e mbyll gjithmonë se Heart Attack ka rëndësinë vet. Natën e mirë. I love when you play with me. Everything you make me see. I love your arms around me. I love my dreams to come true. Cause all I wanted to is what love, lovers do. And if you wanted to, let's say